Deputeti socialist Erion Braçe ka publikuar një denoncim të fortë të ardhur nga një fermer i zonës Myzeqes, i cili thotë se ndodhet në prag të falimentit për shkak të praktikave që ai cilëson si ileqare nga kompania e përpunimit të qumshit Lufra. Në mesazhin drejtuar deputetit, fermeri nga zona e Bubullimës shpreh dëshpërimin e tij për situatën dramatike ku ndodhen sot dhjetra blegtor. Sipas tij, kompania Lufra fillimisht uli ndjeshëm çmimin e grumbullimit të qumshtit, duke e bërë pothuajse të pamundur mbijetesën ekonomike të fermerëve, por kjo nuk ishte e gjitha. Fermeri thotë se tani kompania po refuzon fare marrjen e qumshtit, duke përdorur si justifikim praninë e aflatoksinës. Ai shpreh se kjo po bëhet me qëllim për t'i përjashtuar përfundimisht nga tregu. Në mesazhin e tij ai ngre pyetje dramatike: ku të shkojmë, ku t'i çojmë lopët, ku të mbytemi, duke akuzuar edhe Ministrinë e Bujqësisë për mungesë reagimi. Erion Braçe cilëson këtë situatë si një krizë të paralajmëruar prej kohësh. Sipas tij, ajo që ndodh sot është rezultati drejt për drejt i politikave fiskale dhe ekonomike të ndjekura nga qeveria Rama, të cilat sipas Braçes kanë favorizuar importin dhe fabrikat të mëdha, duke shkatëruar prodhimin vendas. Deputeti ndalet veçanërisht tek skema e tatimit mbi vlerën e shtuar, për cilën thotë se që në fund të vitit të kaluar kishte paralajmëruar se do të kishte pasojë të rënda për fermerët dhe blegtorët. Sipas tij, kjo skema e TVSH-s e bën më të leverdisshëm importin e lëndës së parë, ndërsa prodhimi vendas mbetet i pambrojtur. Një tjetër element që Braçe e konsideron kyç është aksioni kundër informalitetit, i ndërmarrë në muajin korrik, i cili u prezantua si një nismë për rritjen e sigurisë ushqimore, por sipas deputetit, në realitet, ky aksion u përdor si një instrument për të goditur baxhot e vogla dhe të mesme, që ishin hallka lidhëse mes fermerit dhe tregut. Braçe shpreh se rënimi i baxhove ka lënë në treg vetëm dy palë, nga njëra anë fermerin dhe blegtorin, dhe nga ana tjetër fabrikat e mëdha të përpunimit. Në këtë situatë, thot ai, fermeri nuk ka më asnjë alternativë ose ta shes qumshtin tek fabrikat me çmimin që ato vendosin, ose ta hedh fare produktin. Sipas Braçe, sot po ndodh pikërisht ajo që ai kishte paralajmëruar. Lufra po u thot fermerëve se qumshti i tyre është me aflatoksin dhe po e refuzon atë. Deputeti ngre pyetjen: nëse qumshti vendas është i papërdorshëm, atëherë me çfarë po prodhojnë këto fabrika? Ai jep dyshime të forta se fabrikat e mëdha janë orientuar drejt lëndës së parë nga importi, e cila sipas tij favorizohet jo vetëm nga skema e TVSH-s, por edhe nga kursi i këmbimit valutor. Braçe shton se Shqipëria, për shkak të kushteve klimatike dhe lagështirës, përdoret padrejtësisht si justifikim për praninë e aflatoksinës, ndërkohë që importi mbetet i paprekur. Në reagimin e tij, deputeti përdor tone të ashpra ndaj politikbërësve, të cilët i cilëson si magjistar të financave publike, të shkëputur totalisht nga realiteti i vështirë i fermerëve shqiptar. Ai thekson se këta vendimarrës nuk e kanë njohur kurrë nga afër jetën në stalla, sakrificat dhe përpjekjet e njerëzve që kanë ndërtuar jetën e tyre mbi blegtorin. Sipas Braçes, ajo që po ndodh sot nuk është thjesht një konflikt mes një kompanie dhe disa fermerëve, por një krizë strukturore që rrezikon të shkatërrojë përfundimisht blegtorin vendase. Një krizë që nëse nuk adresohet menjëherë, mund të lërë qindra familje pa të ardhura dhe Shqipërinë gjithnjë më të varur nga importi i produkteve ushqimore.